Një pamje e rrallë që kanë ngjallur interes të madh në publik. Shyrete Behluli dhe Zhgurte Feza, dy prej emrave më të mëdhenj të muzikës popullore shqiptare, janë parë në të njëjtin vend pas shumë vitesh ftohjeje të njohur publike. Ngjarja ka ndodhur në Mushtisht me rastin e përurimit të shtëpisë së kulturës Afërdite në praninë e kryetarit të komunës së Suharekës Bali Muharremaj, si dhe këngëtares tjetër të njohur nga i njëjti fshat Remzia Osmani. Shyrede dhe shkurta ndodheshin shumë pranë njëra tjetrës gjatë prerjes simbolike të shëritit përpas një shenjë komunikimi mes tyre. As përqafim as përshëndetje, thjesht heshtje e ftohtë, por një prani që vetveti u bëri më shumë zhurmë se çdo fjalë. Çfarë ka ndodhur mes tyre? Përplasja mes tyre është alëduar për më shumë se një dekadë, por nuk është mohuar asnjëherë plotësisht. Në vitin 2014, Zhgurte Feza e pyetën nëse kishin ndonjë raport me shyreten, ajo zgjodhi të mos komentonte nëpër intervista. Nga ana tjetër, Shyrete Behluli është shprehur disa herë se ka pasur kolega me të cilat nuk kemi pasur marrëdhënie të ngushta, por kjo nuk do të thotë se ka ndonjë armiqësi, thjesht rrugët ndahen. Burimet të afërta në industri kanë përfolur për një ftohje që lidhet me përplasjet për organizime koncertesh dhe rivalitete artistike, por asgjë nuk është konfirmuar zyrtarisht nga palët. Sido që do jetë e vërteta, ajo që ndodhi në Mushtisht është një moment i shënuar për muzikën popullore dhe showbizin. Dy biletarët në të njëjtin vend, pas kaq shumë vitesh largësi, ndoshta nuk ishte pajtim, por ishte një fillim në heshtje. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.